Nëse me bëni punë, kanë thënë dietarët, vendosja punës tënde 4 pyetje. Në qoftë se ja përgjigje, thuj për haj koftë. Në qoftë se s'ka përgjigje, më sugot pa dhonë përgjigje s'me me bëva. Na shpeshër në punë tonë themi pret pak, po vjen as po vjen, po të këshyre kom punë tjera dash, për me shku dikun me nejt, pret pak se s'kam përgjigje, do të me shiku të punë tjera, para me na. Do në ma shpejt bëjna punë në amën të fesë, se përgjigje që japim dikujt për zjarat me pi kafe e që japim. Që ka sot gudzim shumë, e që të me kone kondër të fatkecisht, dikuj shumë ma ka dalë dhe dikujt, e thirë në qaj me pi të ke fundit. Edhe mi thonë, po, ma më thotë në falë, po më ka dalë ju, kur që ma shumë, që e së me pënëm në gjykim qaj. Edhe këtu thotë, prit veç pak, vëjt i kjo të punë, përgjigjë në masën japim. Këtu prit, thotë, ha ka punë tira që i po nëmën të Allah, do në gjenet me to, këtu s'ka prit. Qa ki me prit? Po qështë më s'ki qa me prit? Bënja vetës tënde 4 pyetje. Në qofë se ke përgjigje, vazhdo, s'ki përgjigje, s'moj, po kjo është punë e mirë, po për mu, sa është Allah? Sa është kjo për mu? Andaj vetë llogaritja para veprës, mundëson ta kursesh vetën nga mundi, edhe nga lodhja, që në fund s'ka, ju që s'ka është problem, po fatkeqësisht mundesh mu dënu për ta. Ca janë këtu 4 pyetje? E para është, kjo punë e mirë, apo? Po a ka mune takat me bo këtë punë, Allah? A ka mune fuqi, a është e mund s'mune me bo këtë punë? Ka shumë punë mirë, apo? Unë së një baj, le dikuj tjetër, ka punë, shikoje, a muna une me e kry këtë punë? A muna me kry, do me realisht me vlerësu? Apo se njëri me thonë, a muna unë me falë sa banë, qëfar më rësë moj kur? Apo, këtu së dvetë Allah, këtu dush me mujtë, sa ajtë tuk e ka po obligim, ti mund është me bo, apëtëm. A ma ka punë tira të shumë ta që, këshur, a muna me bo këtë punë? A muj, po mund dhe me bo këtë punë? Në regull, ka dalë, mos e bani herë, se është pyetja e dytë, i në të vetë hala. E dyta është, në qofë se e bëj këtë punë, qka fitaj? E në qofë se e lo, qka fitaj? Të këqyri ndoshta me elon ma mirë është. Kjo punë e mirë, edhe muna me e bo, po me elon ma mirë është. E këto veç shkurtimisht, po ju lidhim ato që tash më nalë, të dikush, po ku mi ditë të tënat, e po rringa ati që i dënë edhe vete, hitë së problem. Që s'din ti me i matë, hyret e dalet, ka kush që din, veç ati e kalzon që a bën te, e ti kalzon. Shumë letë, ti s'din këtë punë me i bo, kalzoj, shka te hoxha, shka te burimi i dijes, edhe thuj. Unë që të punë me bo, po, vëllaj, ma mëren që mëj me bo, po nuk po dija, a ma mirë, ta në të kalzon dikush. Ka njere, për shambull, me marë pjetë në një projekt harit, është i mirë, për sa për ty a jepë? Ma mirë në ti me lonë këtë punë, më marë me të punë tjera, për shambull. E kush më kalzon? Kush të kalzon kur dhe në barku? Filoni. Kush kalzon këta? E qashtu njëjtë, e gjonë kush kalzon për të punë? Veç lipe. Të kalzon. Po fatkeqësisht, kur njerëzit marrin guxim me i rënu, para mëna për shembull, njëri ka projekt me myt këtë mjekt. Projekti është këtë, s'ka mjek me lonë qaj që pa i myt se lena. A është normal kjo njëri. Edhe këtë e ban në emër për mirujt njerëzit për i smundjeve apëtan. Subhanallah, unë së kuptej këtë njëra. Thot, ndashni mos mu kur, mytni doktorat. Ndashni mos me kon të padishëm, mytni mësusat. Pa e thot njëri normal këtë punë vëllapta. A përre që shkeshëm në do këtë palidhja. E dikush thot, ndashni me mësu fenë, mos nga hoqën. E që shtu njëti bjen këtë punë. E kënë me ngu. Një ditë do thanë, me ngu djetartë. Kjo edhe ma qesharake se e para pëtër. Apo? E mos nga gjallartë të cilët ti zbërthin fjallët e djetarve. Heqi ti o gjallartë, nga më ti mu që ka dhënë djetartë. Allah, mos me pa thonë dikush, s'kësha besu kur që një birja dhe me thëtë që shtapëtër. Kur? Këj bjen, mos nga mjekun ti, që a thëtë për smunja. Mëtë mjekun, e kanë me ngu kur smuna, ka libra, Allah, unë e të lezoj libra, të kalëzaj. Që po lodhës me shku atje, e që shtu i bjen kjo punë. E aj mjeku që po të kalëzën kur dhe në borgu që ka me pija, e këpi ka po kalëzën në lajëve, ku i ka marrë ato punë? Po që shtu njëti i bjen kjo punë në lajëve. Andaj, projekti i rrimit të hoxhallar është projekt djallëzor,
Vallai nuk i gëzohet humbje së njerëzve të dobishëm, mjekëve, arsimtarëve, shumë të tjerë të dobishëm, ka shumë hoxhallarëve, nuk i gëzohet mungesë së këtyre njerëzve shoqni pas shejtanit. Ai ka qef me të pa smut, ka dhëm, ka qef. Nuk ka qef shejtani s'nesh me të pa, s'ka qef. Nuk ka qef me të pa të shkollum, s'ka qef me të pa. Pa s'ka qef me të pa që ti po e bën atë që dënë Allah azza xal. Andaj projekti më i mirë çka është? Me ty në kuptim, jo veç me priu nga jeta, po ndaj njerëz prej ti, që kjo është mbytje. Andaj, a ke mundësi me e bo, pëtëm? E dyta, a ma mirë me bo, a mës me bo? Kanë me vetë, Allah, shka ku duhet. Mos nga ata që tojnë, hajde nga më sonë të kalëzë që këta e kanë qitë fejna, pëtëm. Edhe treta, pyetja tretë, para se me bo punën. A kam përirë të Allah ta vete vetën, e këtu mëse vetë hoqën. Wallahi nuk di me të kalëzu, hoqë mu ka pështikl njëti, wallahi din t'i bëllë mirë, e ki për Allah, se unë s'di me të kalëzu, kjo punë e mërënshme, unë e di për jashtë me të kalëzu, di me të kalëzu, që kjo punë me mirë, që kjo punë, i kam 3 vene me dhonë sadak, s'pëdia që tu, di me të kalëzu ku o ma mirë, për shambull, wallahi, gjëm të lezu qitë libre, qita, po ta shpëmoj 2 jetë, di me të kalëzu s'la me mirë për ty, që tu di dikun di me të kalëzu. Ama e ki për Allah, se ki për Allah, s'ka instan mi kitokë që mund të kalëzën posti. Te e din e ki për Allah. Te e din. Mësaj e njëtin, tani këshura je qaj. Mësaj e. Edhe e 4ta pyetje që du me bo apëton është qka më ndihmon mu me kry këtë punë. Kjo punë duhet mu kry, unë e mëj me kry, mire me e kry, dhe gjithashtot, shpesoj që e kom për Allah. Mos qelë vezvese, unë e kom për Allah. Unë e di. Dhe e 4ta, qka më ndihmon me kry këtë punë? Më ndihmon, për shembull, kjo punë, më ndihmon kjo ibadet, më ndihmon kjo shoqni. Ti i din, në qoftë se i ke të rregulluara këto 4 sene, ki me pa që nuk ka punë që kimi ra për shpunë pëse ke bo.